ndërtimit të domosdoshëm para një reforme serioze edhe brenda shtetit, edhe brenda komuniteteve ose popujve që jetojnë këtu, e i cili nuk është proces i lehtë, por duhet të jetë jashtëzakonisht i arsyeshëm. Unë besoj që në Maqedoninë e Veriut proceset e mëdha janë kurnizu, por nuk kanë përfundu, dhe është domosdoshme që të ulet euroskepticizmi që e ndjej apo e analizoj, dhe të njëjtën kohë tek pjesa e strukturës politike dhe institucionale, e sidomos tek shqiptarët, unë besoj që është e domosdoshme një ndrym i jashtëzakonshëm i cili mund vi në periudhën e viteve tashme, kur do të ndërtohet një elitë e re, krejtësisht politike dhe institucionale, me qëllime të reja edhe me synime për të pasur rol vendimtar brenda shtetit.